në aleancët për krijuar hapësirë për nismën dhe kandidatët e tyre, por kësaj kote është një listë e konsoliduar, ka emra të ri, tash nuk dua të hyjnë hakas kujt, secila ka peshën e vetë në listë, për arsye pse janë njerëzit për ti. Fakti që kemi para përgatitur listën tregon gjithashtu dhe nivelin e seriozitetit të cilën aleanca ka punuar që nga momentet kur është ditur që po shkojnë zgjedhje të reja, nuk ketë, si themi, proces të ndërmjetëm. Pas atij sabotimit gati një vjeçar që i bëri lëvizjeve të vendosje procesit të konsolidimit dhe formimit të institucioneve, dhe gjithashtu e përfitson çështja e programit, përgatitja e sloganit gjithashtu, krahteje, që është bërë tani më publike gjithandej. Gjitha këto janë pjesë e një pako e njerëzve, programit dhe angazhimit që do kemi për të hyrë në garë edhe si fushat elektorale, por edhe në ditën e zgjedhjeve me 28 dhjetor. Çka pasun si prurje të reja ose kyçje të reja në kuadër të kësaj është zoti Dardan Krasniqi, që ka qenë një zë kështu goxha vokal në opinion publik në rrafshin e perspektivës së veteranëve në raport me situatën politike, rikthimin e zotit Agim Qeku, rikthimin e zotit Burim Ramadani, ish sekretarit të subjektit politik Aleanca për Armërinë e Kosovës, pastaj pash emra të tjerë, të cilët natyrisht zoti Abazi e ka më në sfidë që t'i përmend si në veçanti për arsye se janë 120 emra, cilët duhet të jenë pjesë e listës, por kur jemi te gratë, kam dilema kush do t'jetë në krye, kush do t'jetë përfaqësues në listën e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Abazi, mund të na thuash në një detaj? Pra po them, si lindajmër që do e veçoja, për shembull ju përmendet zotin Dardan Krasniqi, më shumë do fokusohesha në fenomenin e kalimit të një njeriu që ka qenë figura e aktivizmit të lëvizjes vetëvendosje për një kohë të gjatë, përveç faktit se ka qenë ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, vije nga një familje ku edhe prindi i tij, babai i tij, ka qenë një pjesëve e figurave prominente të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por si fenomen, po, do të thotë Aleanca po shtihet, konsiderohet si shtëpia politike e mbajtjes fjalës, një qëndrimi të qartë në aspektin e sigurisë, antarësimit NATO, reformave të thella të domosdoshme që Kosova duhet t'i bëjë për t'u inkuadruar prapë në procesin integrues evropian, që ta rikthej fokusin e bashkisë ndërkombëtare në partneritet nga izolimi, dhe fenomenet si Dardan Krasniqi apo riangazhimi i zotit Qeku, ish kryeministrit Agim Qeku, tregojnë edhe urgjencën e mobilizimit në një agjendë të fokusuar për të mos u përsëritur kjo loja e 5 vjeçarit fundit, e cila në një moment dukej shpresë për Kosovën, po u përkthy në një zhgënjim total edhe në aspektin e organizimit e ekzekutimit të programeve e projekteve, por edhe në prishjen e plot marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar, e që pa të reagimet e tyre të njëpasnjshme, sidomos këto të fundit, ndaj asaj se çfarë realisht Kurti po tenton që ta mbajë si tension për brenda narracionit elektoral. Zoti Abazi, cila është pritshmëria juaj për sa i takon epilogut të zgjedhjeve dhe rezultatet të Aleancës për Armërinë e Kosovës? Unë spari dua të them që edhe unë, po natyrisht duke përfaqësuar Aleancën, e parë është që ne duam një proces fushat elektorale me gjuhë të argumentimit të opcioneve dhe vizionit për Kosovën, jo të sharjeve, fyrjeve, degradimit të emrave personal apo ndërsimit të njerëzve të cilët mund të krijojnë zhurmë të pafundme duke fyer personalitete, që të mos mbetemi në ose idenë që ne nuk do t'u akthejmë me gjuhën e njëjtë sepse është vështirë të biesh në nivelin e ulët
çfarë bie biseda e diskutimi, sidomos